Suksese, pastaj Birkena. Pastaj Birkena. Kemi për të lanë namë gjithë aty. Pa se për qefa shumë për fanë, shumë për se meni seriosisht. Fanë bëjnë Po mirë, njerëzit sa jashtë po ta qefa, hajde burse... Burse meni seriosisht, ajo shok, se s'ka në i... Buona fortuna. Jem as me. Pastaj Stenaldo. Ku është Stenaldo? Birkena Stenaldo. U drejtova nga monitori. Mateo Lexoje. Cili është emri i vërtetë i Nën Teresës, fituesës së çmimit Nobel për paqe? Çfarë produkti ushqimor i hidhet çiftit të sapo martuarve për prosperitet? Oriz. Kush i shkroi Iliadën dhe Odisen? Homeri. Sa vjet zgjat një mandat presidencial në Shqipëri? 4 vjet. Cili është lumi më i gjatë në Shqipëri? Shëndet, kujdes mikrofoni. Cili është lumi më i gjatë në Shqipëri? Vjosa. Se di kush është. Edhe shpiku fustanin e zi të shkurtër Little Black Dress dhe parfumin e famshëm Number 5. Pas ja kam i den fare. Aq ngjyra ka Ilberi. Hajde, po ja fus. 12 po ja fus. Se kam i den, sa me men. Drejtori sportiv i Milan është shqiptar. Është shqiptari. Më fali publik, po unë nuk shoh fare sport. Nuk shoh futboll, nuk e ndjek hiç. Në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? Në 2008. Luan aktualisht me Sunderland në Angli, kapiteni kombëtarës së Zvicrës me origjinë shqiptare. Thash nuk shoh sport fare, nuk ja kam ide. Kush e ka shkruar poemën Lahuta e Malësisë? Po ja fus Gjeq Fishta, nuk e di. Sa shtete ka SBA-ja? Më duket 34, më duket. Cili shkencëtar me origjinë shqiptare fitoi çmimin Nobel në mjekësi në vitin 1998? Mateo Borri. Cila markë luksoze franceze njihet për çantat Birkin dhe Kelly? Markë franceze... Se di, Chanel. Nuk merr me këto markat. Cili balerin shqiptar u bë i famshëm në Itali përmes programit televiziv Amici? Se vetëm Iliri njoh. Cili planet njihet si planeti i kuq? Plutoni më duket. Marsi. Cila këngëtare e lindur në Prishtinë ka fituar disa çmime Grammy dhe njihet për hitet New Rules dhe Levitating? Ndoshta Dua Lipa.
Cila markë italiane ka si logo kokën e meduzës? Harro. Sa vite ka një shekull? 100. Cili sportist spanjoll njihet për këpucët me taban të kuq? Nuk ja kam iden fare. Kush e luan rolin kryesor në filmin The Devil Wears Prada, frymëzuar nga moda? The Devil Wears Prada? Nuk shoh filma fare. Vjen keq që po ju dëshpëroj, po. Cila këngëtare me origjinë shqiptare ka shkruar këngën The Monster për Eminem dhe Rihanna? Edhe në showbiz jam rraf shfare. Po si gjithë ishë ndriti këto pyetje, unë jo. Personazhi i prallave që vesh këpuc kristali. Hirushja. Kush janë dy vëllezër shqiptarë që përballen me njëri tjetrin në Euro 2016 duke luajtur për kombëtare të ndryshme Shqipëri dhe Zvicër? I kërkoj ndjes të gjithë futbollistëve shqiptarë, po unë nuk e ndjek sportin hiç. Mos ma merrni për ters, po as kohë nuk kam se jam gjithë ditën palestër. Përveç faktit që edhe vetë si tip nuk e ndjek. E los kam qenë stërvitje, po cili kontinent ndodhet Egjipti? Turp. Afrikë? Artistja e famshme amerikane që interpretoi këngën Diamonds Are a Girl's Best Friends duke bërë ikonë e stilit. Ku diun Rihanna, sa kam iden fare. Piktura e famshme e Leonardo da Vinci-t, Mona Lisa. Cili film i vitit 2023 shkaktoi një trend global të modës me ngjyrë roz? Ku diun Pantera Roz. Kush ishte mbretëresha e Egjiptit të lashtë e famshme për Romën? Mbretëresha e Egjiptit të lashtë e famshme për Romën. Cila ditë e vitit njihet si dita e gënjeshtrave? 1 prilli. Cili sport njihet ndryshe si tenisi i tavolinës? Ping-pongu. Perimja që i bën njerëzit të qajnë kur e presin qepa. Qepa. Njësia monetare, monedha zyrtare anglisë poundi. Kush është autori i romanit Gjenerali i ushtrisë së vdekur? Mos lexoj libra, pas. Kombëtarë shqiptarë e futbollit u kualifikuar për herë të parë në cilin kampionat evropian? Champions League, nuk e kam iden. Thash jam kërkoj ndjes. Në vitin 2025 u shpall zyrtarisht pasuria e trashëgimisë kulturore jo materiale në listën e UNESCO-s, cili instrument muzikor që përdoret në veri të Shqipërisë. Ndoshta flauti. Sa shenja horoskopi ka? Duhet jenë 12. Mos gaboj. Cili vend njihet për shpikjen e picës? Italia. Napoli. Cila kafshë njihet si mbreti i xhunglës? Luani. Cili është kryeqyteti i Japonisë? Tokyo. Çfarë do të thotë shkurtesa AI në anglisht në teknologji? AI, inteligjencë artificiale. Cili është mali më i lartë në Shqipëri? Mali të Morit, po si ai është Korabi. Eposi shqiptar njihet si eposi i, s'e di.
Cili shtet ka fituar më shumë kupa bote në futboll? Ndoshta Anglia? Një herë në sa vjet bëhen zgjedhjet parlamentare në Shqipëri? 4 vjet. Në cilin qytet ndodhet Muzeu i Luvrit në Paris? Sa ngjyra ka flamuri i Gjermanisë? 3 ngjyra. Inshallah s'kam gabu. Cila xhudiste nga Kosova fitoi medaljen e parë të artë olimpike për vendin e saj në Rio 2016? Kërkoj shumë ndjes se përshëndes sportistën, po nuk e di. Sa lojtar ka një ekip futbolli në fushë? 11 me 11. Sa volejbolli në fushë? 6-6. Mbaruam, faleminderit shumë për kohën, shpresoj të kem dhënë përgjigje të sakta. E di që shumë pyetjeve nuk i dia përgjigjen, po thash unë nuk merrem as me sport, as me politik. Faleminderit shumë për kohën tuaj, ishte kënaqësi publik. Ju puth, ju përqafoj, ato që më duan mua, votoni që Brikena të ri këtu në shtëpi.